diçka e madhe, jo vetëm kujtimet e gjyshit. Tani, rim përsëri në Greqi. Greqia ishte e pajetueshme kur filloi kriza. Unë nuk e haroj atë kohë, vija për intervista dhe shikoja e habitur një Greqi që nuk e njeh më. Greqia mbaroi, më thënë për shqiptarët u bë e pajetueshme. Ju ikni në Australi pa ditur anglisht? Është histori, jeta ime është histori në vete, çdo gjë është histori në vete. Kur unë punosha te kompania atëre, kur ishte Olimpiada pati ardhur për Invest aty, edhe për disa projekte që kishte me disa kompani greke me Olimpiadën. Edhe to kompanitë e mëdha merrshin punët e mëdha, ne merrshim to punët e vogla. Kompanitë e vogla gjithmonë kishte boshllëqe, kishte me fjalë që ne ishim shumë punë. Edhe kur ne nisëm punën me Olimpiadën me fjalë, u dyfishu puna. Ishim ekonomikisht mirë, s'kishim problem, se kur e ke xhepin plot, s'ke problem, pa Shqipëri nuk kisha me fjalë mundësi të investoja, të boja prap me kompani. Mbrapa me ishte kompania, ta thash, jo çdo gjë, sepse investimi shkonte gati $500-600,000, me kompani. Edhe i kem unë kompanisë kështu, ka i larg tinve probleme, ne s'dum probleme, dum punë të pastër. Edhe kompania largoj, larg keqes. Puna vazhdoi, u dyfishu. Tash kur filloi Olimpiada, po pra puna vazhdoi. Kriza filloi në 2008. Kompania s'kishte problem, se ishte ndërkombëtare. Ndërkombëtare, zyrat ishin në Washington, Zvicër, kështu që nuk kishin problem anën ekonomike. Gjatë kësaj kohe, tash presidenti i kompanisë ishte edhe moshë e madhe, moshë 80 vjeç, edhe pa fëmijë ishte, s'kishte me fjalë që perspektiv dikujt talente, edhe biles edhe unë isha aty si pjesëtar i kompanitë, nuk isha thjesht punëtor, kompania ishte zyrë, administrat, nuk ishte punë me ndërtimet. Punët me ndërtimet isha unë vete. Kjo ishte punë pasi ky presidenti i kompanisë usmu, ka tash bujar, ka unë ty të du afër, punët e tuja ti duhet i lesh. Okej, i lash punët e mia, e mbylla biznesin, edhe ju dedikova kompanisë. Domethënë ishte njeriu i afërt i presidentit kompanisë. Gruaja punonte te shtëpia nga ora 9, i gatunte, i pastronte shtëpinë i fjalë. Kur unë e merrsha te zyra zotërin, edhe shkoshim te zyra, unë pastaj bosha punë tjera te kompania. Edhe te kompania kena punu ne, gruaja punonte nga ora 9 deri në 12, një me fjalë, merrte vajzën në shkollë, shkonte shtëpit, pastaj unë isha gjithë ditën, deri në 8 darkës, te kompania, dash si shofer, dash si pastaj nisa i çik punë më të rëndë, si roje personale, sepse kishim roje personale, non-stop 24 orë, ishin 4 roje, nuk ishte kompani, thjesht kompani, ishte tjetër rol mora, edhe tash jeta vazhdoi, kompania një ditë mirë, thot mu që ti duhet t'i ikësh në Australi. Okej, s'ka problem, sepse kompania ka edhe këtu në Sydney, ka degët e saj. Degët e saj. Po në Australi çfarë do bëni? Urna? Në Australi pse do shkonit? Po pra kompania, punte kompanisë, atë se disha unë, se çfarë do bënte kompania unë,
kisha detyrën të visha. Me familjen? Po. Jo, erë e herë vetë, akash erë e herë vetë, pastaj erë e herë vetë me djalin, netëm 3 muaj, bon që kishe për të bërë, marrun punë, netëm 2 muaj, pam, erën qark, doon gjysë punë, gjysë i turizëm. Pra pu kheba, pastaj 2009 kur ishte ajo kriza fare, edhe kompania pastaj i bëri letrat vetë, ajo, biles unë kisha se vizës më dhanë ato prapë, kompania i nxori vizat, i nxori dokumentat, ta ka kishim probleme edhe në Greqi, sepse problemet, gjithmonë problemet e Shqipërisë të ndjekin kudo ku t'jesh, problemet e Shqipërisë. Sot e kësaj dite që jam unë ti s'do ta besosh, edhe sot unë s'kam shtetësi shqiptare. Nuk ke shtetësi shqiptare? Jo, ma ka nejsh, se di pse. Ku kushta hoqi? Se di, ajo zyra e gjendjes civile, jo kem unë pse se kam, ka drejtohu gjykatës pse se ke, gjeje ti pse se ke. Si mund të heqin, shtetësia nuk hiqet. Apo mos ndoshta ju keni shtetësi tjetër? S'kam asnjë shtetësi, se po të kisha shtetësi, unë s'do isha sot, s'do kisha leje qëndrimi këtu. Çfarë pasaporte keni ju, se kuptova? Unë shqiptar kam lind, shqiptar do vdes, shqiptar jam. Pasaporta juaj? Shqiptar. Shqiptare. Do ta shikosh sa nxjerr. S'kam unë asnjë shtetësi tjetër, përveç se shqiptar. Atëre, nuk figuroni në asnjë dokument në Shqipëri? Absolutisht. Në vitin 2013 marrë pasaporta, edhe i drejtojnë për rinovimin, siç nxjerrat e tren. Po. Edhe u habita, u ma prunat e certifikatën që i mapi edhe, ta kash, problemet e Shqipërisë në ndjekin edhe këtu nevet. Kur ma prun certifikatën në Shqip, shkruesh pa shtetësi, kurse në anglisht ma kishin shkruajt me shtetësi. Edhe kjo ma hapi shumë probleme me zyrat e migracionit këtu në Australi, që unë jam sot dëvon pa dokumenta. Dokumenta flasim për pasaport të Australisë, jo për dokument, se dokument kam unë leje qëndrimi. Nuk të le njeri këtu të punosh pa si është në Europë, në zezë. Nuk ka pagesa me parë në dorë, apo si në Greqi. Kështu që problemet e Shqipërisë më kriju edhe probleme në Australi, sepse është një gënjeshtër. Ajo certifikata shkrunte në Shqip, s'ka tash vetëm nxjerr dokumentat edhe ti shikosh, nuk ka shtetësi shqiptare, kurse në anglisht me shtetësi shqiptare. Edhe unë se kisha pa me thonë të drejten, si i verbum, i besum, dëvon që i besoj verbërisht, jam me drejten e Zotit, kur më ka i avukati, bëja ti e ke shtetësin shqiptare, sepse grekët kisha atë avokatin. Kam përshtypjen që tani mund të bësh një ankesë në Albania për këtë gjë, mund të shkruash, mund të aprovosh, kam përshtypjen. Gjithsesi unë do interesohem dhe do ju tregoj për më shumë. Kjo është normale. E di pse s'më duhet mu, sepse unë tash janë disa gjëra, që pse s'më duhet. Unë tu kam kontribu, kam punu, kam pagu taksa, çdo 3 muaj bëj taksa, çdo i vit unë bëj taksa, unë paguj lek, për biznesin që kam.